More se s'kemi diskutuar nominimet, kemi harruar të diskutojmë nominimet, edhe e dini pse kemi harruar, sepse deri tani na janë mësuar sytë dhe veshët duke parë njerëz që dalin vetë, dalin me zartëzi, dalin se kanë probleme me shëndetin dhe pastaj kthehen prap. Dhe kemi harruar të diskutojmë ndoshta pjesën më të rëndësishme të formatit Big Brother, që janë nominimet. Nëse këto janë, po them, 6 personazhet që janë të nominuar, 7 janë fakt, po 2 janë në 1. Dhe për mendimin tim, duke patur parasysh marrëdhëniet në shtëpi, raportet e lojës, raportet njerëzore kështu me radhë, por dhe qëndrimin në shtëpi, besoj që Gjesti, Rozana, Laerti dhe Valbona, deri diku edhe Danja, mendoj që janë më pak të rrezikuarit, pra nuk kanë shans me dalë. Nuk është se e shoh Eglin të rrezikuar, por dua të them që Egli dhe Ola janë më të rrezikuarit në këtë nominim. Pse? Sepse Egli është personazh që ka dalë një herë dhe ka hyrë prap, që do të thotë mund të dalë prap. Për shkak se ju e dini shumë mirë që një pjesë e mirë e mbështetësve të Eglit në Instagram ka rënë. Ndërsa Ola është pa diskutim më rrezikuara e këtij grupi, dhe madje unë u shpreha kështu që Ola mund të kishte dalë dhe vetë, i kishte kursyer ca lek mesazhesh shqiptarëve. Ky është mendimi im.